Sali Berisha nuk e kandidon Ermal Hasimen. Arsyet nuk lidhen me personalitetin e Hasimes. Edhe nëse do të ishte më i mirë se sa është dhe më i dobët se sa e shesin, përsëri nuk do ta kandidonte. Arsyeja është e qartë. Sali Berishës nuk i hyn në punë dikush që kërkon të bëhet kryetar bashkie në Tiranë, apo që kërkon të promovohet si i tillë. Sali Berishës i intereson status quo-ja brenda PD dhe jo hapja apo krijimi i një protagonistëve të rinj. Nëse do t'i duheshin hapja apo protagonistë të rinj, Berisha i kishte në PD dhe i zboi. Identiteti ideal i një figure brenda PD që duhet të bëhet kryetar bashkie është dikush që Berishën e bezdis si besnik, por që duhet ta heq qafe protagonizmin e tij. Thellë ai nuk po kërkon dikë që të bëhet kryetar, por dikë që të mos i ngatërohet në përkëmb pas saj. Pak a shumë siç ishte Kolliçi herën e shkuar, që pasi e bëri kandidat u thoshte të gjithëve, ishte gabimi që bëm për ta përcjell. Është kjo arsyeja që ky debat mbi Ermal Hasimen nuk ka kuptim. Kandidati i ri do të dalë nga rrethi i njerëzve brenda PD, që nuk rrezikon prishjen e status quo-s. Një kandidat ideal është fjala vjen Andi Mustafaj, djali besnik i Mustafajt. Ai plotson të gjitha kushtet. Është i ri i shkolluar mirë, ambicioz, i pakënaqur, i bezdisshëm, sepse nuk do të ikë nga PD, por do të rri aty rrotull dhe të jetë gjithmonë në radhë për të pritur diçka, ose të ngjashëm si ai, edhe pse në rrethana të tjera identiteti i tij do të ishte i vlefshëm. Berishës nuk i duhet për ato që ai ka, por për të hequr qafe me ngritje si kandidat. Nëse jo atë, dikë si ai, kandidatura si e Hasimes janë jashtë interesit të tij. Çepani jo ajo, dhe për të s'ka shumë faj, përveç faktit që është gruaja e Gert Bogdanit. Pjesa tjetër e historisë politike të saj është e lidhur me trashëgimi ultra të majt familjare, vetëm nëse e propozon si kandidate të përbashkët me Ilir Metën. Ndjeshëm me të, ata mund të propozonin Majlinda Bregun, e cila ndryshe nga PD ka dhe një CV ndërkombëtare, por përsëri është dikush që u aprish skemën. Të gjithë këta janë një rikthim i personazheve të Kopit të vitit 2005 pa Lulin, dhe nuk janë më as të rinj dhe as të panjohur për Berishën, janë thjesht të mërzitur prej tij. Është ky arsyeja që Ermal Hasimja, nëse do të imponohet si kandidat, duhet të regjistrohet si kandidat pa e pyetur PD-n dhe të imponohet saj. Fakti që ai është impakt pozitiv tek antarësia e PD mund ta vërë Berishën dhe PD-n në pozitë të vështirë nëse ai regjistrohet si kandidat. Qofti partisë së shehajt, qofti pavarur, dhe ti kërkoj PD-s ta mbështes duke i dalë borxhit. Këto negociata mes Flamurit dhe Agronit për ta bindur për Hasimen, vetëm sa e fyen dhe e zvoglojnë atë si kandidat. Se është më mirë të refuzohesh nga shumica e Tiranës dhe të tregosh sa vota ke, se sa të refuzohesh nga Flamuri. Përtej kësaj, impakti pozitiv që ka emri i tij lidhet shumë me urinë që i ka dhënë PD-s për hapjen e emrave të rinj, por që nuk është më shqetësimi i lidershipit të PD-s. PD-ja ka vetëm një shqetësim, të ruajë stabilitetin e pushtetit në opozitë dhe të mos ketë kokçarje nga njerëz që duan të ndryshojnë situatën dhe të jenë kritik me Berishën apo të pavarur nga ai. Ndaj mos e telendisni më Ermal Hasimen, ose kandidojeni dhe detyroni PD-n ta mbështesë, ose lërini në punën e tij.